2 ditë pasi qeveria shqiptare e emroi në postin e prefektes, Holta Duda mori zyrtarisht këtë të hënë detyrën. Në prezantimin e saj ishte i pranishëm zëvendës ministri i Brendshëm Julian Hodaj, një pjesë e kryebashkiakëve të qarkut të Shkodrës, si dhe kryetari i Këshillit të Qarkut Edmond Dou. Hodaj në fjalën e tij, gjatë prezantimit të prefektes së re, tregoi për rëndësinë që ka roli i këtij institucioni në nivel qarku. Ajo që vlerësohet tek prefekti është një organ, është përfaqësuesi i Këshillit Ministrave në qark dhe është një organ që ndërlidh të gjitha institucionet. Kontrolli i ligjshmërisë së akteve normative, që është një plus edhe për vetë njësitë e qeverisë vendore, dhe kujtojmë këtu që aktet normative të qeverisë vendore nuk janë thjesht aktet e këshillave bashkiake, por janë edhe aktet e kryetarëve kur kanë karakter normativ. Dhe prefekti është një hallk shumë e mirë përpara se këto të implementohen në terren dhe eventualisht të lindin detyrime apo të drejta për qytetarët. E dyta është ajo puna e vështirë që bën prefekti në koordinimin, në monitorimin e degëve territoriale, që është një vështirësi më vete në fakt. Dhe gjithë besoj që duhet ta kenë të qartë atë që thot ligji. Ligji është shumë i fortë në këtë pikë, ku autorizon prefektin të marrë të dhëna dhe të raportojë. Në fjalën e saj, prefekti Aret Duda tha se ngarkohet me një përgjegjësi të madhe për të çuar përpara punët e nisura në të gjithë qarkun. Sot e marr këtë detyrë, por ngarkohem me një përgjegjësi shumë të madhe. Një përgjegjësi e cila patjetër do të ketë përkushtimin tim të plot, edhe integritetin tim të plot, për të çuar përpara të gjitha punët e mira tashmë të nisura, të gjitha projekte që kanë nisë, por pse jo edhe për ta ngritë zërin fort, për të vazhduar edhe projekte të tjera, të cilat të gjithëve së bashku, të gjithë skuadrën e institucionale, rajonale në Shkodër, të na drejtoj pikërisht drejt atij pikësynimit final të cilin ne e kemi. Rritjen e standardit të zhvillimit në qarkun Shkodër për të gjitha njësitë bashkiake në këtë qark, drejt zhvillimit europian edhe pikërisht integrimin në Europë, ai që është le të themi motivimi më i madh i të gjithë këtij mandati që na pret përpara. Unë në profesionin tim gjithmonë në qendër kam pas njeriu. Përsëri do të vazhdoj ta kem njeriu, qytetarin e qarkut Shkodër. Kënaqësi që gjatë këtyre 5 viteve e më tepër, bashkëpunimi me çdo strukturë të njësive vendore apo të përfaqësive të drejtorive rajonale ka qenë një punë sa herë e lodhshme, po aq herë edhe dobipruese. Duda zëvendëson në këtë detyrë Majlinda Angonin, e cila prej më shumë se 5 vitesh e gjysmë mbajti postin e prefektes së qarkut të Shkodrës.